kanë metën thuja se 11 shtëpi me ca banor, edhe ato na pritin momentin derisa të mbyllë shkolla. Çka ditë që të mbyllë shkolla, ato na kanë më shpërngulë. Atë edhe fshati do të jetë krejtësisht i zbrazur. Për çdo ditë. Nga ora 11, mund me ndodhë që me ndalë edhe më herët, deri në ora 6. Ka njerë që qënë pregaditën punë me shku pak më herët, shka ujtë, nervoz, me shisha, me bidona, qashtu thënë. Ja e ka drejtori i ujësjelësit regionin e Ferizajt Kaçanikit, është i vetë vendosës, ja unë kia që eshen fa njëri qëtë, ja kemi investu, kemi investu qashtu problemet, vitet përkalojnë. Ju jeni? Sajt Livoreka. Sajt Livoreka. Sojni të knashur me Kaçanikun edhe zhvillimet mrena qytetit? Po shqyqani, zhvillimi ka qenë dherë dikun, pas nuk kemi qashtë knaqë, që kena prit që ka me qenën. Kena prit ma shumë që ka më bon, po nuk u bon, që ta është koha zgjedhjeve që ka ardhë, që ta është dalin edhe tentojnë me mashtru qytetarët me vota, me josh, për me morë prapë pushtetin edhe pat vazhdonaj me të avancën e vetë, ku do që të vjenë pushtet? E njëjtë do tjetë. Që problemi ujtë. Problemi ujtë për orës 11 deri në mëngjes nuk kemi ujë, nuk kemi. Atë borimet e ujtë janë me ramet lirë kemi këtu na. Vetë për vetë, ku të vinë zgjedhët, çështja e ujtë, nuk zgjedhët problemi i ujtë. Ata du të mos zgjedhë njëherë për gjithmonë. Me qështu. Ju jeni qytetari Kaçanikut apo i rreth Kaçanikut? Unë jam i fshatit i vaj, i ardhën 2008 këtu, edhe jam banor rezident. Ç'sh është gjendja në fshatin i vaj? Gjendja në fshatin i vaj është e mjerueshme. Fshatarët po shpërngulin ditë për çdo ditë. Kanë metën thuja se 11 shtëpi me ca banor, edhe ato na pritin momentin derisa të mbyllë shkolla. Çka ditë që të mbyllë shkolla, ato na kanë më shpërngulë. Atë edhe fshati do të jetë krejtësisht i zbrazur. E pse po zbrazën këto fshatra? Po shiqani, nuk zbrazën për arsye se nuk dojnë më marrë fshatarët me bujqësi, me tokë, me kësi. Kanë kry shkollat, po shkojnë Ferizaj, po punësojnë me njerë, kushtet më të mira, afër puna, çdo gjë. Jetë e rënë është fshat. E ju në qytet këto nuk keni ujë, do me thonë? Jo, ujë nuk kemi, që nga ora 11 deri në ora 6 nuk kemi ujë. Çdo ditë? Çdo ditë, për çdo ditë. Se unë jam banor i lagjës Dushkallës natë atje, për çdo ditë. Nga ora 11, mund me ndodhë që me ndalë edhe më herët, deri në ora 6. Ka njerë që qënë pregaditën punë me shku pak më herët, shka ujtë, nervoz, me shisha, me bidona, qashtu. Po është e vështirë kjo, sepse kur e dini që keni burime. Është e vështirë edhe nervozon, është e nervozueshme. Ujnë e pagujme, nuk kemi... A i që mu anku të institucionet komunale? I në anku, këto thënë se ka bifurkacioni drejtorinë e ka, thëtë Ferizaj, shkon atje në Ferizaj, thëtë nuk është kompetencë PDK-s, për e ka vetë vendosja, ja qesin fa njëri tjetët. Qa ashtu? Po këtu e qeverisë PDK-ja? Qeverisja ka PDK, ka qeverisë, pi ma shlufëzët deri me qëtash. PDK-ja? PDK-ja ka pas për Edhe Ferizajnë ka PDK-ja? PDK-ja. Po Ferizaj... Pas ka pra parti politike... Ja, drejtori i bifurkacionit ujtë është i vetë vendosës. Por që ata thonë nuk kanë bashkëpunim. Okej. Kitë kja orë tash. Se uji nuk është parti politike, uji është nevoj për qytetarë. Nevoj për qytetarë, po qëtash atona qashtu thonë. Ja e ka drejtori i ujësjelësit regionin e Ferizajt Kaçanikit, është i vetë vendosës, ja unë kia që eshen fa njëri qëtë, ja kemi investu qashtu problemet, vitet përkalojnë, që ka, tjetës për gjithë kam ju thonë. Faleminderit që ishe pensiona, inshallah bani zgjidhje për ujë. E bojmë, s'kena shka me bojmë, na du të me shtim të qysh. Jo, s'ka i karesh e shi. Inshallah, dhe i përshëndes. E ju të dashër veç rrini me neve, sepse gjanat e mira, i sjellën veç na, pri Kaçanikut, shkojna në komunën tjetër, se ku do të statohemi, atëherë rrini me neve, mos na ndrani, sepse gjanat e mira, i sjellën veç na.